Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që hanë 2 banane në ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet të marra së bashku. Përfitimet e këtij fruti janë të shumta për trupin. Banania është veçanërisht e pastër me kalium, fiber, vitaminë C dhe B6. Ato i bëjnë njeriut vetëm më mirë. Megjithatë, banania nuk është për të gjithë, sidomos për njerëzit me sëmundje të caktuara. Çfarë përfitoni nëse konsumoni 2 banane në ditë? Nëse ju konsumoni 2 banane në ditë, do të merrni këto përfitime: 210 kalori, 900 mg kalium, 50 gram karbohidrate, 2 gram fiber, 28 gram sheqer, 6 gram protein, 2% vitamin A, 34% vitamin C, 2% hekur, 40% vitamin B6, 16% magnez. Çfarë ndodh nëse hani 2 banane në ditë? Ekspertët thonë se konsumi 2 bananeve në ditë do të furnizojë trupin tuaj me 900 mg kalium, gjë që i bën mirë zemrës dhe njëkohësisht mirëmban tensionin e gjakut në nivele të shëndetshme. Sipas tyre, balancat mes kripës dhe kaliumit janë të nevojshme gjithashtu për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C nga ana tjetër tregojnë se ngrënia e 2 bananeve në ditë do të fuqizojë sistemin tuaj imunitar dhe gjithashtu do të minimizojë rrezikun e sëmundjeve. Banania është një frut shumë i mirë edhe për shëndetin e stomakut dhe sistemit tuaj tretës. Nga ana tjetër, kjo ndodh për shkak edhe të kaliumit, i cili rikthen nivelin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet gjithashtu nga ana tjetër përmbajnë njëkohësisht fiber, por edhe sheqer. Pavarësisht nivelit të lartë të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjen e tij në organizëm. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur për zemrën. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomandueshme për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Ka njerëz që shqetësohen se duke ngrënë shumë banane munden që ta teprojnë në dëm të shëndetit, sidomos në aspektin e kaliumit. Megjithatë, ju duhet të dini se për të arritur nivelet e rrezikshme të kaliumit, ekspertët thonë se ju duhet që të hani 400 banane në ditë dhe kjo është krejt e pamundur. Përfitimet shëndetësore nga ngrënia e 2 bananeve në ditë. Pavarësisht nga jetëgjatësia e tyre shumë e shkurtër, bananet janë një nga frutat më të njohura në të gjithë botën. Me shijen e ëmbël dhe me përmasa gati të përsosura natyrale, bananet bëjnë gjithashtu një vaj të shkëlqyeshëm, shtesë ose një vaj të shëndetshëm. Tashmë e dini që bananet janë një ushqim tepër i shëndetshëm. Ato gjithashtu janë të mbushura edhe me kalium, fibra, vitaminë C dhe B6. Nga ana tjetër, edhe përqendrimi relativisht të lartë i sheqerit zbutet nga fibra, e cila largon normën me të cilën sheqeri godet në rrjedhën tuaj të gjakut. Nga ana tjetër, ushqimi i një diete të pasur me fibra dhe perime është treguar se zvogëlon rrezikun e shumë sëmundjeve të frikshme, duke përfshirë sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Por kur bëhet fjalë për 2 banane, ato kanë tërësisht role pozitive në shëndetin tuaj. 2 banane rrisin nivelin tuaj të përditshëm të kaliumit. Kaliumi luan disa role vitale në trupin ton,
Përdoret nga çdo qelisë që ju keni për të gjeneruar ngarkesën e nevojshme për proceset e jetës. Kaliumi gjithashtu është i përfshirë në rregullimin e presionit të gjakut, qëndrueshmërinë e rrajeve të zemrës tuaj dhe nxitjen e lëshimit të insulinës. Në partneritet me natriumin, kaliumi gjithashtu punon edhe për të kontrolluar nivelet e lëngjeve në trupin tuaj. Pavarësisht të rëndësisë së saj, duhet të keni parasysh që shumë prej nesh nuk marrin mjaftueshëm kalium në çdo ditë. RDA për kalium tek të rriturit e shëndetshëm është në intervalin prej 3500 deri në 4700 mg në ditë. Nivelet tuaja aktuale përcaktohen nga mënyra e jetesës dhe gjithashtu edhe nga faktorë të tjerë. 2 banane me madhësi tërësisht mesatare do t'ju tërheqin rreth 900 mg kalium, i cili është një fillim i fortë. Por ju nuk arrini që të shkoni atje. Burime shtesë gjithashtu të kaliumit përfshin patate të bardha dhe të ëmbla, shalqi, spinaq, panxar, fasule të bardha dhe salca e domates. 2 banane ndihmojnë në mbajtjen e një presioni të shëndetshëm të gjakut. Është një ekuilibër i natriumit dhe kaliumit që veshkat tuaja e përdorin për të kontrolluar presionin e gjakut dhe për të rregulluar nivelin e lëngut të ruajtur në trupin tuaj si një përgjigje ndaj kërkesave të jashtme dhe të brendshme. Fatmirësisht, shumë prej nesh marrin shumë natrium në dietat tona dhe jo mjaftueshëm kalium. Kjo mund të sjellë presionin e gjakut deri në një nivel jo të shëndetshëm. Nëse angazhoheni të hani 2 banane çdo ditë, rreziku juaj për hipertension do të ulet ndjeshëm. 2 banane përmirësojnë shëndetin e zemrës. Bananet përmbajnë shumë gjëra të cilat janë veçanërisht të mira për zemrën tuaj. Për fillestarët, studimet e kaliumit kanë treguar që njerëzit të cilët marrin të paktën 4069 mg kalium çdo ditë kanë një rrezik 49% më të ulët të vdekjes nga sëmundja ishemike e zemrës se sa ata që marrin më pak se 1000 mg. Por përtej këtij përfitimi befasues, lëndë ushqyese të tjera në banane mund të përfitojnë shëndetin e zemrës. Fibra, vitamina C dhe vitamina B6 formojnë një treshe të vogël të fuqishme e cila funksionon për të mbajtur të fortë zemrën tuaj. 2 banane nuk rekomandohen për njerëzit që konsumojnë ilaçe. Ne nuk kemi asnjë problem të rekomandojmë 2 banane në ditë për shumicën e njerëzve, sidoqoftë ata të cilët marrin ilaçe për sëmundje të zemrës duhet të kenë kujdes me çdo ushqim i cili përmban një nivel të lartë kaliumi. Ilaçet të rrisin nivelin e kaliumit dhe mund t'ju vendosin në nivele të rrezikshme në kombinim me bananet. Bananet konsiderohen gjithashtu si një ushqim mesatar glicemik për shkak të përmbajtjes së tyre të sheqerit, kështu që diabetikët mund të dëshirojnë të kufizojnë marrjen e tyre. 2 banane ulin rrezikun për sëmundje të këqija. Frutat dhe perimet janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të ulur rrezikun e sëmundjeve të këqija sepse ato ofrojnë vitamina dhe minerale që ju nevojiten pa krip, sheqer dhe konservues kimik të shtuar, por kujdes nga mbetjet e pesticideve në prodhime jo organike. Bananet kanë përfitimin e shtuar për të qenë të pastura me vitaminë C, një nga antioksidantët më të fuqishëm. Dhe antioksidantët janë në gjendje të lidhen dhe të neutralizojnë radikalet e lira që shkaktojnë sëmundjet e këqija. Përmbajtja e fibrave gjithashtu tek bananet është e njohur që zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të këqija kolorektal në një mënyrë tepër specifike. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!